përshëndetje të dashur miq, jemi edhe sot në Qesh sa është për të qeshur. Unë sot kam dy miqtë e mi, janë mik shumë për zemër i kam të dy. Bona Majkli, është Endrik Beba, ty Endrik nuk të harroj, kemi Beba në shtëpi vetë. Pjesë nuk ka të shkon. Kurse timin, do të mendo për Michael Jackson, edhe E do thua si në fund. Faleminderit që erdhët, Endrik, sot ne Faleminderit kemi ju një për ftesë. bisedë lirë, kështu do flasim ç'të duam ne. Vetëm Okej. nuk do shajmë njerëz. Tash po na doli në një shteg edhe shajmë. Bonën e kemi sigurt në aty që Nuk do shaj njëri. jo Bona? Jo, po kam historia, biles kur më ke ftuar edhe më ke thënë rreth përmbajtjes, seriozisht më kanë ardhur në mendjen time ka shumë historira dhe kam qeshur me veten time. Antenën sa herë ke ndryshuar? Sa herë. Është fantastike, do më thënë, histori të bukura, por edhe shumë për qeshur që kur e mendon, unë personalisht mendoj që kur i shikojmë të rinjtë e sotshëm sot, se si kanë shumë gjëra, edhe kanë shumë lehtësira, mendoj normalisht edhe për historira shumë të bukura, por që kanë të bëjnë me gjëra shumë të thjeshta. Nuk mendoj që ka qenë sakrificë. Unë sot Nuk ka qenë, kur e kujtoj madje dhe fëmijëve mi Endrik ja u them disa herë në pikturoni mora në dorë unaza, pra këto ishin mungesa që ne edhe nuk i kishim mundësi, a? Pjesa më e bukur që unë i them djalit tim tani që është rritur kur shkon në shkollë, tani janë mënyra të ndryshme, për shembull ke makinë, mund ta shoqërosh se ke makinën, Sigurisht. janë fugonat që ta marrin te dera shtëpisë dhe e çojnë kur flasim i them babi e di si ikja unë në shkollë. Merja ikja deri ke stacioni autobusit do të 15 minuta, merja autobusin 1 orë, nga autobusi te shkolla, pastaj prap gjysmë orë në këmbë. Yes. Pastaj do u ktheja, po dragojnë thotë, ke luftuar ndonjëherë kështu, që duket e E habitshme di shumë. duket kohë jashtë. Bona, ti çfarë mban mend nga fëmijëria? Shikoj, Tjetër. unë mbaj mend gjëra shumë të bukura, por për shembull, duke menduar për çfarë u tham përpara, unë mbaj mend që shtëpia ime ka qenë tek Alidemi. Po nga Alidemi deri shkolla ime ishte te Qemal Stafa, mendo pak. Pas kemi qenë të dy në të njëjtën shkollë. Wait, what? Wow, sa bukur. Po më është dashur, do të thënë shpesh herë 1 orë për të shkuar në Do e shkollë. bëje në këmbë? Në këmbë. Ose Unë kam një motor binjake, bënim të dyja. Bravo. Dhe ishte normalisht në mëngjes ishte shumë bukur, po mbas dite pastaj kur ktheheshim, o zoti i madh. E di që nuk harroj unë Endriku, kam pas një shoqe të ngushtë, shoqe klase. Dhe ishte lumturi e madhe kur ne blinim ato çantët dhe zeza i mban mend në të xhepa. I ke pas ka kapur ai për ty, sigurisht që ne afërsisht mosh ishim. Dhe në fund vitit ne kishim dëshirë të madhe që t'i grisim që të blinim 3, a? Tani për hir të vërtetës, asnjëri nga ne s'kemi qenë aq shumë pasur sa që t'i kishim nga 2-3 çanta në vit. Dhe unë ajo gjithmonë dhe sot nuk e harroj kur flas telefonit të më zemra, ke bler çantë 3 këtë vit. Manu ato brisë të holla, është një tmerr. Po, pjesa që unë kam shijuar më tepër kanë qenë të luash në obor, në rrugë, luanin futboll me shokët e lagjes, i kampionatet e lagjes. Dhe gjëja më e çuditshme që mendoja pak diku te para 1 muaji kam qenë duke bërë këtë bisedë, ka qenë gjithmonë një njeri lagje që kur të binte topi e dije që do ta çante topin. E kemi pas një komshi negativ. Gjithmonë ka qenë ai komshiu. Dhe para 1 muaji e mendova këtë gjë pse. Te nusja ime që ka shtëpi private, bie topi. Edhe e mora në dorë, po mendosha, a të bëja mu ky komshiu që e çan topin. Prava ime dhe tjetër. A të bëja mu ky komshiu tani ta çaj unë topin njerëzve. Tani këtë ta çajmë topin një. Po, një gjë tjetër që dua, do të thënë, gjithmonë e mbaj mend, prandaj po kthesha tek. Hajde gëzuar, Bona, Gëzuar. Gëzuar, Endrik. Unë në fakt jam shumë e lumtur që sepse kjo është një ndër intervistat që unë e kam pritur me shumë gëzim sepse më kthehen shumë në kohë. Por mbaj mend, për shembull nga vitet 90, 91, ishte kjo koha kur njerëzit donin të ishin kështu, të ishin më pranë Europës edhe botës e të tjerë, edhe shpeshherë merrnin këto çumçakizat.
Sa e ngjisin poshtë E tavolinës. sepse kur ti merr një çumçakis që të kishte ardhur, ty domethënë ti ishe kjo cool girl. E ke parasysh ky person që ka i çik më shumë se ty. Edhe ndonjëherë ti domethënë e merri çumçakisin, po ai çumçakisin dashin vjet veta. E merri e futet në gotë, edhe pastaj dikush tjetër thoshte ta provoj unë. Kështu që Kjo pas ka qenë e çuditshme për ju vajzat, se ne çunat unë mbaj mend të kemi patur me domaten këtë. Kur dilnim në lagje me bukën me gjalp në dorë, edhe me pak krip. E lunim futboll, kush kishte domaten do bëje kapiteni i ndeshjes. E shpallim kapiten ndaj domatja në copa. Pastaj mbaj mend unë jam rritur në kombinat. 30 vjet jetës time në kombinat. No. Ju kam ftuar të dyve bashkë. Unë s'dija gjë, edhe unë në kombinat. Seriozisht, deri në moshën 20 vjeç. Po dhe në kombinat ka qenë diku i thonin fusha e madhe, fusha e zezë, dhe aty mblidheshim që lunin futboll. Ne bënin stërvitje dhe këto ekipet që luanin kampionat shqiptar, ekipet profesioniste, dhe ne shkonim luanin futboll. Mbaj mend që ishim diku ka 30 çuna që shkonim për të luajtur futboll. Tani normalisht merrnim në ato bidonat të mëdhenj, i mbushnim me ujë. Edhe tani bënim të zinte jetë, ja, po normalisht ishin 30 veta që do pinin një bidon. Këton, si ka mundësi gjithmonë unë do vritesha? Që të pije ujë. Pi pari ujë të marrë punë. Pi pari ujë i fundit. Sot është marrë vërtet, sot askush nuk pin gotë me tjetër, as nuk kam, as... është shumë e vërtet. I mbani mend DVD-t me kaseta, që përdonin me kaseta. Kemi akoma shumë. Më kujtohet edhe unë kam në shtëpi, kam videot e vjetra me gjyshrit që i mbani, mos e kuna çonin njerëzit nga jashtë kaseta, se s'kishte atëherë video call, tani flet me video call, në atë kohë do prisje të sillin një kaset, edhe dilin para kamerës dhe thonin përshëndetje, jemi mirë, ja kemi bler televizorin, në këtu kemi vendosur divanin, e kështu kanë qenë atëherë përshëndetje, video call-ët. Dhe e kam parë meme këtë faktikisht që i shkruan dikush zemër, i thot si e mirë në lidhje, në njohje në Instagram, edhe i thot të të bëj një pyetje, i thot kjo sa vjeç je ti? I thot kjo jam 32. Po ti sa je? I thot kjo po mjaftushëm. I thot ja se ta vërtetoj unë sa vjeç je, edhe i çon foton e videokasetës. Edhe i thot qa është kjo? E i thot kjo kam gjyshin shumë smur, janë aparaturat që e mbajnë gjallë. Ua, me vërtet, nuk sheke mjaftueshëm e madhe. E fotokasetat. Sa do themi ne sot, sepse tani do na kuptohet sa vjeç jemi, jo për gjë. Me kasetat ka qenë dhe një teknologji e fjalës fundit, që e zbulova shumë vonë, kasetat që dëgjonim muzikë, i vendosje stilolapsin. Ashtë këtë do thoja. Të rrotulloje, dhe ajo ishte fast rewind. Ose për shembull mbaj mend që me kasetat që kur të prisheshe ajo shiriti, ti do ta ngjisje. Ai ishte operacion. Operacion. Me thënë duhet ta prisje mirë dhe pastaj ta ngjisje, ta vendosje prap atje në majtofon. Edhe nëse nuk funksiononte se kishte disa shkëputje, ti pastaj të merr prap. E do ta ringjisje. E di çfarë nuk harroj unë, ato përgatitjet e vitit të ri. Ja, për këto më ka marrë malli. Ato janë në vërtet, domethënë. Ato kanë qenë kohë ndërmend të bukura që kemi kaluar. Ku e mbanit baklavan jo? Se gjyshja ime dhe mamaja ime e fshenin poshtë dollapit. Sipër. Se ne ishte të shkurtër. Kur e zbulova unë dhe ku ishte baklavaja, kur vinte dita për të hapur, ishte në gjysmë. Këto kanë qenë kujtime të bukura. Mbaj mend madje, për shembull ka qenë ato momentet kur të vinin njerëz për vizitë, pa pritur, se nuk lajmëronin, ku do të lajmëronin telefonin? Sigurisht. Në telefon kishte njëri në lagje dhe shkonin me ditë, e dinim domethënë në orën 8, familja Endrit. Do shkonin aty se do flasin me dajet në Amerikë, në orën 8. Ose kështu ishte, një kishte telefon. Kur vinin njerëzit, domethënë në shtëpi paf. Edhe vinte gjyshja, mamaja kështë tak gjune me bryllë me shenjë, një dyqani merë qerasme. Edhe ti vje dhe mbaja mbrapa, kështu që mos të shikoni me dhe i kemi në shpine këta. Edhe e që kështu si ka lutë, mirë si ke një. Edhe fate, merë të nëna nga mbrapa, e mbushte kote, këto na u gjëndën. Se këto na u gjëndën. Doni me në gjithje se këto na u gjëndën.
kanë qenë kod. është shumë e vërtet. Për shembull, ose mbaj mend që kur kam qenë e vogël, gjyshja ime çoheshe që në orën 5 mëngjesit. Edhe duhet të rregullonte, të pastronte shtëpinë, çdo gjë sepse e dinte që shoqet e saj do vinin në orën 7, do hapeshe dera dhe domethënë edhe mbaj mend që gjyshja ime kishte, domethënë si unë, kishte shumë nipër e mbesa dhe ne të gjithë si ushtar dhe të çoheshim në pikë të mëngjesit, si të tromaksur. Se do na vinë komshit për kafe në mëngjes. Edhe mbaj mend që ishim ja 6 veta, e ke 6 fëmijë. Edhe ne të gjithë, domethënë duhet ishim kështu gati për të pritur. Po sa herë na ka thënë mami mos luj, mos prek, mos kërko asgjë, rrit drejt se kishim njerëz, a? Po më vjen edhe një gjë ta them, se më vjen keq. Hajde, domethënë kjo është për qeshur dhe për çfarë. Por kur vinin njerëz në shtëpi, nuk e di tani, më thoni dhe ju nëse ka ndodhur, po kur vinin njerëz në shtëpi dhe bëheshin këto darkat e mëdha, mish pule, mish viçi. U shërbeshet qitë ne. Vetëm ne. Ishte ato tavolina vogël që rije më njanë. Në koltuk, rinin shumë me kalamajt. Edhe kalamajt. Edhe vite kamera aty, paf, domethënë ti ishe duke ngrënë patate. Jo kopsha ato krapule. Po, edhe du ta haja edhe. Se kishe dikush që ta bënte me shenjë andaj që. Haj se ta hash fytyrën. Domethënë ne kishim ato të mbetura, gjë që është tani unë po, domethënë këto lotë e mia janë sepse po qesh, po është edhe diçka kështu që, domethënë vlerësoheshe shumë miku, shumë jashtë mase dhe normalisht fëmijët ishin ata që duhet të përballeshin me dëshira të paralizuara. Me fjalë tjera. Po ishte kohë më e mirë se sot. Sot ne kemi gjithçka, po nuk kemi ata miq që na vinin çdo ditë ose darka ose edhe vllai me vllajin tani domethënë si duket sikur është shkputur. Ndoshta teknologjia i ka bërë njerëzit më afër që shikohen, po ana fizike mungon në të gjitha. Edhe me që folëm për teknologjinë, djali im është si gjithë fëmijët tani, domethënë që 3 vjeç fillojnë, marrin iPadet, marrin tabletet këtu, edhe shkruajnë, janë gati me programu, din email, din me bëha të gjitha. Edhe më rastis një telefon nga ato të vjetër me butona. Edhe i them çunit i murdhoj çikët babo. Ma shkruaj çik ç'kemi. Ku janë shkronjat? Po këtu është një buton 3 shkronja, shkruaj ç'kemi dhe mos ta morë. Nuk e din atë. Edhe teknologjia e fundit, domethënë se tani kanë makina e gjitha në konton, domethënë pak nuk kam qenë tani ke monopad, që nuk kanë fëmijët që në këtë moshë domethënë. Me guzhinjeta ke luajtur? Po, me guzhinjeta, po do të thoja tjetër gjë, jo guzhinjeta. Ndjes se po bite telefoni. Jo guzhinjetat, më kujtohet tek para guzhinjetave, se guzhinjetat kanë qenë teknologjia e fundit që bëheshin vetëm ato drastat e guzhinjetat që ecin. Kanë qenë bidonat 5 kg kur dolën, ose më përpara ato 2 kg që i bashkoje bashkë, edhe hidheshe nga mali zbrisje poshtë. Ato kanë qenë domethënë e para, ati ishte testi i parë për ti të bërë, të shikoje ishe i aftë për të ngarë makinën apo jo, me bidona, 5 kg ishte luksi, se ishen 2 ato që i bashkoje edhe. E di qa nuk harrojun ato dyshektat që nënat tona i palosin. Sigurisht që ne nuk kishim luksin e të pasur shumë dollap në shtëpi. Edhe shkonim te daja zakonisht, atje mbridheshim gjithë. Edhe i gjenim ato dyshekët që kanë pas edhe një kështu si mbulesë bardh poshtë o zotë. Edhe në loja jonë më e mirë ne gocave ishte të hidhemi nga dysheku në tokë. E kush e di sa herë jemi rrahur për këto dyshekët. Dyshek, organ të holl, ato mbulesat me të qe për nën ato. Kënd lojra është në dyshek, të betohem po. Unë do të tregoj edhe një histori tjetër që në fakt kur kam parë disa foto, më janë kujtuar disa gjë, po ju mbahet mend kur prindrit tanë merrnin këto ftesat për kampe. Domethënë që t'i çojnë fëmijët e tyre në kampe gjatë verës. Pra nëse babi do punonte në uzinë ose në kombinat ose në domethënë gjatë verës ti merrje, domethënë ata merrnin një kështu si ftesë për kamp dhe i çonin fëmijët
domethënë unë kam shkuar në Durrës, kam shkuar në Voskopoj. Këtë privilegje kishin këta fëmijë që kishin prindrit më... Që kishin punuar më shumë, Okay. edhe ishte një kamp palas, normalisht, domethënë për gjithë punëtorët, me fjalë tjera. Edhe mbaj mend që në një nga kampet ka qenë një kamp në Mullet. O, zotin. Edhe kjo ndërtesa ishte një ndërtesë e një vendi ushtarak, po që ishte kthyer në një kamp kalamash. Ja, këtë së pas kam përjetuar. Dhe Asu kur se ne kam përjetuar, shkuam, da. unë e kam përjetuar, po sepse nuk mbaron këtu. Po nga që në Mullet aty ka dhe një lum, dhe ideja ishte që, domethënë, ishte një program, por një program i caktuar, por edhe që kalamajt shkon të dash në lum. Lum. O, zot. Ua, që na ndodhi, domethënë ne ishim një javë të gjithë, po mbas 2 ditësh, një 70 kalamaj, Smur. i zulmora. O, zotin mas. Dhe mbaj mend që, domethënë, ishim kështu, dinim kështu përpara dhe këto mësuese dhe të tjerë nëse na hidhni një pluhur. Ja, dhe këtë së... Ja, dhe këtë se ka... Ju kanë yshtur se s'kishin që t'i bëni me pluhur aty. I kanë qenë duke ju kënduar se s'ka mundësi me pluhur. Edhe këtë se pas ka përja. O, zotin mas. Ka që një ndër eventet e pa haruara për mua, sepse kanë thënë ne Morrat, ti mban më morrat edhe ne sot. shkuam për gjëra qef, po ajo doli. O, zotin mas. Si ato kampet naziste. Ne që të bukur do këtë mbajt mend nga ajo tani se. Ja, morrat mbajti. O zoti madh, na dali tani historia. Po. Jo, gjërat bukura kishte, ushqimi ishte shumë nice. Pastaj misit që krijoheshin ishte super dhe mua e di çam pëlqen, siç e tha edhe Endriku, fakti që sot fëmijët janë tepër të fokusuar në teknologji, por kishte domethënë unë normalisht si një psikologe e mendoj që ne kemi disa hormone të lumturisë dhe të kënaqësisë që çlirojmë vetëm kur ti je në natyrë me miqtë e tu. Dhe normalisht unë e them këtë histori sepse më mbet edhe e qesh, por mbi të gjitha unë mbaj mend që çdo gjë tjetër ka qenë shumë e bukur. Domethënë aktivitetet, ndjesia që ti ishe me fëmijë të tjerë, mësoj diçka rreth vetes tënde, rreth natyrës, rreth të tjerëve. Kjo ishte një gjë fantastike, shumë e bukur, që unë sot mund të udhtoj gjithë botën, por janë ato situatë, sepse formohet, fëmijët formohen deri në moshën 18 vjeç, dhe janë disa gjëra që mbeten pjesë e jetës tënde, qofshin këto, nuk ka rëndësi nëse vendi mund të ishte një vend që s'kishte shumë gjëra, por modest, por në modesti ti mund të mësosh shumë gjëra për jetën edhe të jesh shumë falenderuese për gjërat që ke sot. Po, në vërtet. Mbaj mend para diku ke një viti diçka e tillë, na ikën dritat në të gjithë zonën. Tani? Po, tani, pati një problem, domethënë në zonën, unë jetoj në një zonë shumë mirë Tiranës tani, po ikën dritat siç ishte një problem, dhe u vonuan diku ke 2 orë e pak. Mbaj mend çunin tim që po ikte truri fare. Për telefonin. Ç'a kemër babi tha? O babi tha, po tër shpirt. Po nuk jetohet pa internet, Yes, it's true, është me vërtet. Tani kam filluar e kam ndruar çik strategjinë, marr bojra, lapsa gjëra, jo po do bëj pis sa dush, vetëm sa më larg tabletin, domethënë se. Faktikisht telefonat paktën fëmijët e mi nuk mi ka prekur shumë. Pra i kam 2 fëmijë super aktiv. Ndoshta kjo ka të bëjë me futbollin, unë i kam sport të 2 edhe telefoni mund të rri 1 gjysmë orë në ditë. Jo më shumë, sidomos djalin kur unë e çoj në Shkodër, ai ka një shoqëri të papare dhe unë e shikoj seriozisht më vjen keq që unë po e rris në Tiranë. Kur ai kërkon të shkoj 3 herë në javë në Shkodër, dhe shkon atje dhe ti e shikon me 30 çuna. Them, okay, akoma vazhdo ka kjo lloj shoqërie. Pra ndoshta është edhe lagjet, ose ne jetojmë pallat në Tiranë dhe sigurisht nuk i kemi kushtet, po atje është shumë mirë, vërtet. Unë mbaj mend në kohën sidomos ditën e diel, të shtunë dhe të diel
kanë qenë gjithmonë ditët më të bukura, por gjithsesi të dielën, sepse nënat, mami, mbaj mend që mama pastronin shtëpinë të shtunën, po i futeshin në themeli. Me themel. I futëm shtëpisë me themel sot. Sa që gjithë kishe me aty, dhe me thënë, vërçonte ujë. A kishe shanse me kalu në koridor kur e lante mami? I mban mend ato shapkat nuk i harrojmë edhe sot. Ishte armë më ftohtë mami ta hyjë. Ajo ishte snajperi. Se po kalove, nuk bëhe shëllap. Po të shtunën nënat pastronin, pastaj të dielën, ajo që më pëlqente shumë, ishte sepse ti ndjeje aromën, sepse gatueshe për drekën nice. Domethënë ti se edhe shumë gjëra nuk ose kish. Domethënë ishte ajo koha fasulja mishi fukaraj. Kur bëheshe ndonjë diçka më shumë, ishte shumë fest. Edhe pastaj vinte ora 10, edhe hapeshe televizori. Edhe unë mbaj mend që me motrën time gjithmonë ishte si një orë. Televizioni shqiptar, sinjali. Edhe 5 minuta para se të fillonte, ne mbanim dorën, domethënë zemrën me dorë kështu. Okej, 39, 38, 37 dhe normalisht fillonin lajmet, fillonte pastaj teatri kukullave. Pas teatrit kukullave kishte ca muzikë dhe pastaj ishte një film shqiptar dhe gjatë kohës së filmit shqiptar shtroheshe dreka, kështu dhe ishte një ndjesi shumë nice, pastaj flej gjumë. Dhe kjo është kohë pak më e vjetër. Ka qenë koha që gjitha gocat fillon të ja vënë emrin Çelese dhe gjithë çunave tanë Karidi të gjitha. Ishte koha gjithë domethënë këto emrat. Po me teknologjinë edhe ne, po të kishim patur këto tabletat tani, besoj se dhe ne do lozdim. Unë mbaj mend për shembull kur kam marrë telefonin e parë, nga ato me butona kështu, Nokia. Unë kam pasi Motorola diku. Kam pasi Nokia kështu dhe shkoja në shkollë. Kot, kupton se Zilja më duket ka qenë me lek, domethënë na dritej zemra se po ma hap. Se po na hap. Edhe bënim kot sikur flisin në telefon kot gjithë kohës. Dhe mbaj mend domethënë që kur më pyesën shokët që ç'a telefoni ke marrë, tregoja kështu dhe theja shive. Shive ç'a bë. Paf, edhe më gjete dritën. Është me dritë. Edhe lusha dritën kështu. Është me dritë telefoni, e kupton? Ajo ishte luks. Nokia ka qenë Nokia me dritë. Po, atë kam pas unë, Nokia me dritë në atë. Ti pas ke qenë mos. O zot e madh. Ndrik na thua në një këngë të re për momentin? Faktikisht unë po merrem tani me 2 projekte të reja. Edhe besoj do t'i përfundoj shumë shpejt. Një moment fillova të mendoja që do bëja një kompromis, të bëja pak muzikë më komerciale, po jo. Kam vendosur që mos bëj kompromis. Në këtë jetë paktën mos bëj kompromis. Edhe të bëj atë që dua. Televizion shqiptar? Je në festival? Jo, nuk jam as në festival, as në një festival të televizioneve private. Ti e di shumë mirë se kalova një problem shëndetësor, cili më la shumë mbrapa me muzikën. Ka diku ke 1 muaj që jam rikthyer prap muzikës. Tentova dhe më përpara sepse ne tani me muzikën hambuk, e kupton? Sigurisht. Dhe tentova të filloja në korrik 1 muaj pas operacionit dhe në koncertin e parë që pata humbje ekuilibri, domethënë gati në të fikët edhe stop mes koncertit dhe nuk e vazhdova dot më. Si ishte të bësh një këngë në kohën kur ti ke filluar karrierën dhe si është sot? Shiko, kur kemi bërë këngën e parë ne, ka qenë në një garazh makinash, diku tek stacioni i trenit, në një -2, kate në tokë, me disa paleta druri të cilat më shumë kishin myk se sa drushi, po u nxef koha me mua. Po kështu pra ka qenë, po rri urt tani, qetëso. Edhe bëm muzikën aty, kemi shkuar pastaj në një apartament në një dhomë gjumi që ishte një kompjuter nga këto që do të 30 orë që të shkarkonte një efekt muzikor. E bëm këngën në një dhomë gjunimi, domethënë ishim 4 çuna ul shumë krevat, tu pa ç'a po bëhet, ç'a s'po bëhet. Ndërkohë tani është bërë goxha më e lehtë, sidomos me inteligjencën artificiale. Për shembull para 2-3 javësh më janë ofruar disa projekte dhe faktikisht fatmirësisht Zotit, unë kam
praktikuar shumë dhe kompjuterat, di shumë mirë, i njoh. Jam njohës i mirë i teknologjisë dhe arrita njoh inteligjencën artificiale dhe pata shkarkuar një aplikacion që bënte këngë me inteligjencën artificiale dhe ishte shumë i papam. Falas të jepte mundësinë të bëjë diku ke 20 këngë për 3 minuta. Po këngë të mirëfillta dhe është dhe zëri. Dhe më ofrohen kompozitor shqiptar, më thonë për këto këngët kështu, vetëm 1.000 euro për këngë. Dhe unë i dëgjoj këngët ishin bërë me këtë programi që është Falas. Dhe kjo është gjë shumë e rëndë për artin, sidomos në Shqipëri, sepse ti nuk po ulesh më. Domethënë ai personi që kompozon tani është duke ngrënë një buk me gjalpsin e dikur, me domatën e prej, edhe krip, edhe duke ngrënë kështu, pa u ndru fare në mëngjes, pa la syt, hap kompjuterin, i shtyp një next aty, bën këngën ajo dhe ta çon ty dhe do ti këtë këngën, është e kam kompozuar. Ose edhe me librat, seriozisht edhe me librat ti shikon, domethënë sepse ti mendojnë që njerëzit që kanë shumë potencial në shkrimin e një poezie apo edhe të një libri, ti e shikon që kur ti lexon librin e kupton që nuk është personi, sepse ti kur flet me personin nuk ka një mendim kritik të thellë, po e ka shumë si për personin. Ke librat, shko ke mesazhet, kur të vinë mesazhet në urimet, kur të vinë mesazhet në celular dhe kanë shkronjën ti e di që është inteligjenca artificiale. Po, është shumë e vërtetë. Janë të rrallë njerëzit që unë njoh që shkruajnë me domethënë që e shkruajnë ose me gjutë të rregull drejt shkrimore përdorin çan jo c. Unë për shembull di shkruaj. Është e frikshme. Thoshte 70% e shoqërisë tonë në rini, pra ata që janë në shkollë janë analfabet. Janë. Sa dramatike mund të jetë kjo. Ne dikur hanim nga këto regjistrat kokës, o zoti i madh, ja dhe kjo në shkollë, ose na tërishin veshin, por ne nuk i mësonim. Por realisht tonë them shoqyrë që ne jemi rritur në një brez dhe në një kohë të tillë. Pra vërtet është. Kjo është tem shumë më e thellë, pse do të bëjmë një emision tjetër për këtë punë në shkollës, po ne kemi qenë të paktën në kombinat, në një zonë të vogël, unë mbaj mend 3 vite rresht, shkolla ime, Mesine Kokalari, kanë dalë kampion matematike. Hold on, një sekondë, ka qenë 8 nëntori? Jo, 50 dhjetori ka qenë. 50 dhjetori, okej. Dhe mbaj mend domethënë që ka 3-4 vjetë rresht, shkolla jonë në 10 paret e matematikës në rang Shqipërie, ishin 7-8 nxënës që ishin të paret në Shqipëri, në matematikë. Në gjuhë letërsi gjithashtu. Edhe ne, kur kishim mësues të matematikës që ishin shumë të mirë, që tani ti duhet i paguash shatë të them edhe ajo mësuesja thjesht sot shkruaj edhe ashtu u mor me telefonin e vet. Ne nuk kam të njëjtin angazhim. Më përpara unë mbaj mend që mësuesja ime pavarësisht se ishte në moshë, vinte që në orën 6 të mëngjesit që ne të studionim matematikë të avancuar. Më tepër vinte dhe nuk na merrte kurrë lek. E vetmja gjë që donte ishte respekt. Domethënë respekt të cilin ne të ushtronim, të praktikonim, të mësonim, të merreshim me matematikën dhe ja vlerësonim me çmime. Tani nuk ndodh më kjo gjë. Tani është çdo gjë vetëm ana monetare. Na shikojnë si biznes, si objekt biznesi. Është shumë e vërtetë. Unë mendoj, duke folur për historitë e bukura që na bëjnë për qeshur, më bën shumë edhe të mendoj, dhe këtë do e them, po, se është edhe normalisht, edhe për qeshur edhe për qarë, po mbaj mend që ka pasur raste që kur kthesha nga shkolla nuk kisha 200 lek që të shkoja në shtëpi me autobus. Dhe shikoj në shtëpi. Se për këta që se din ka qenë 200 lek autobusi në atë kohë. Këta që se din. Unë sot kur pastroj shtëpinë time, ose dhe kur kam pasur fëmijët e vegjël, mund të mblidhja pa frikë një 10.000 lekë shu në formë monedash. Dhe gjithmonë u thoya fëmijëve të mi që ju duhet jeni shumë falenderues, nuk mundeni dot që lekët, domethënë ti lini kështu nice princep tjetër, por është shumë e bukur që si prindër sot jo që ti bëjmë fëmijët tonë të ndjenë kështu si me ndjesi fare, sepse ato jetojnë normalisht në një periudhë tjetër, por historitë të tilla ndihmojnë normalisht që siç e thash edhe përpara që fëmijët sot të kuptojnë se sa falenderues duhet të jem për gjërat që i ofrojnë sot. Ti qa nuk harroj kurrën,
Unë nuk harroj ato kulatshme të kuqe lartë. O zot i madh. E doja ta thoja dhe miku nga mendja. Ajo ka qenë dhurata më e bukur që mund të të bëni. Lumturia jonë që merrni Po. mëngjes për në shkollë. Ato i ke provuar? Kula, Bona? po. Ajo Po. ishte një lumturi shumë e madhe. Po, a ke bërë një test të pyesësh kalamaj tani, a e din se si bëhet dhalla? Që nuk e di. Absolutisht asnjëri. Ne bënim kimi me dhallën. Me vërtet. kripën që e bëje me krip pak krip me këto. Madje Nuk i din. kanë edhe ushqim në shkollë dhe gjitha kushtet dhe thotë më jep edhe 10.000 lekë se Pavarësisht se ju një vajza, jam i sigurt që e dini dhe këto lënë po llastiqet. edhe Me unë krap. kam luajtur. Po. Edhe e bukur ishte që i bënin vetë. Po, patjetër, do të gjeje pemët e kështu, pastaj fillon duke i bë me hekur, që ishin më sofistikuara. Mbaj gjeje krabat e pemës, i prije dhe kishe një orë do ta mpreje atë të bëje. Zotë madh ne bënim luftë një muaj për të bërë ato goglat i ke arritur. Po, e ke po, luajtur. kam Qa sakrifice bëni vetëm për të mësuar ato goglat. Po ishte, shikoje njerëzit në për shembull në kombinat duke dalë natën, duke ngacmu gocat me goglat e fillon ta. Ka që dhe koha e pantalonave që të Kush shkurtra ishte i gacmimi palosnin tipik deri i këtu. çunave në atë kohë? Ja, ti e ke kaluar. Po, me sa mbaj më, tu ka qenë ajo e përjetshmja. Ulën në trotuar me fara dhe duke ngrënë fara. Sa e shëmtuar. Kjo ka qenë më ngacmimi më kështu ose ajo me makinën, se kush kishte makinë atëherë gjithmonë njifte gjithë zogjtë e mundshëm. Qa ishin zogjë që njifte, o pëllumbesh, o shqiponj, o sy, kështu, o sy ashtu. Edhe ne kemi edhe dashurinë, domethënë gjuhë, ngacmimi shqiptarëve në çdo gjë që unë nuk besoj se do ndrojnë ndonjëherë dhe me fëmijët. Për shembull, o tëng kisha babi syrin, tëng kisha veshin, ne kemi të gjithë shumë të ngrënme. U sa e mirë jetë, edhe atëherë më ngacmoje, dilin aty galone sa e mirë shekemi tëng kisha syrin, shprehet kështu domethënë. Bona, se ti je një femër shumë e bukur edhe sot, edhe atëherë duhet të kesh një komplimente që t'i bënin aso kohë. Unë mora 2 fruta se jam bërë një dorë. Jo, e dukesh, 120 kg që ne kemi. E kemi. Unë mbaj mend që kanë qenë më shumë kështu më tepër si në rrugë. Do me thënë, kur ti ecje dhe njerëzit, do me thënë, çunat fishkëllenin, e thonë, sa e mirë që je, ose të ndalonin në rrugë. Dhe ndonjëherë unë me të drejtë, O, kapshë! Dhe kjo ka me që të drejtë unë kam një moto binjake dhe ne jemi njësoj. Dhe na ngatronin. Edhe, do me thënë, njerëzit biles ishin shumë të prirur që të ngacmonin më shumë, sepse shikonin 2 goca që ishin njësoj. Sigurisht. Edhe, po, Ai tipiku që ti mban më shumë mund. Po, unë tipiku e kisha në bankën mbas meje, do me thënë, unë isha në bankën e 2, ai ishte në bankën e 3, edhe ai shkruante fjali të tilla që kam zemër, dhe i hite kështu, nga banka e vetë, i hite tek banka ime. Pas ka qenë shumë i zgjuar, se në bankë trete kapte që nga flokët. Po, ndoshta nga që ishte frikacakve. Po, kartolina. A ke i lapsë? Sot e madhe kjo edhe për lapsa buoni mendoj që akor kemi përjetuar. Kartolinat bona. Unë kartolinat kanë qenë gjëja më normale që ndodhesh në atë kohë. Domethënë nga që s'kishe celular 1, s'kishe telefon 2, domethënë telefon njësoj, por nuk ishin këto mediat sociale, kështu që kartolina dhe kjo kontakti ballë për ballë ishin 2 mënyrat e... Ka qenë dhe ajo mënyra e rrezikut që me elastikët e verdha. Ta hiqi mesazhin. O, zoti. Gjëja më e bukur që mbaj mend që më kujtua tani, ndoshta dhe ju e keni përjetuar, kanë qenë partit. Sot në orën 10, ë? Në orën 9, që pas keni qenë më çuju, në orën 9 fillonte parti. Në orën 9:12 mëngjesit. Në orën 9:12 të mëngjesi fillonte parti. Ish San Paolo dhe kur, se tani nuk është. Dhe ti dilje nga klabi të mëngjesit, ë? Dilje nga klabi, ti ujë ndjerë, çu e shifje dielli i madh, çu.
Ç'a ndodh që ndërkohë që tani nuk hapen lokale deri 12 natës. Nuk të pranojnë. Këto vllazë po pastrojmë, nuk jemi gati. Sa e vërtet e parkurinia, në fakt, për një kohë, në ato vite, tani se morëm vesh sa vjeç jemi, po. Nuk ka problem. Po në atë kohë, tek parkurinia kishte vetëm disko, bar, etj. Dhe të gjithë nxënësit e shkollave tinin orët edhe shkonin dhe bënin party në disko në parkurinia. Sa herë ne zjeshim me në një nga këto të klasës që nuk pranonte për të lënë mësimin. Ta nxënësi që mësonin shumë, Po, nuk lini mësimin. nuk e linin mësimin dhe ne zjeshim gjithmonë. Po, unë kam qenë kujdestar i klasës, kur ishte mësuesi që dite i shkruaja emrat në tabelë. Ti pas ke qenë të nxënësi që mësonin shumë. Kam qenë goxha mirë, në 8 vjeçare kam qenë mirë, kryesenatori shkollës, senator klase, kampion olimpiadën matematikë të shkolla, kam qenë, mbaj mend dhe kryeredaktori gazetës shkollës nga 5 vjeç deri 8 vjeç. Dhe kam qenë nga këto tipa që edhe shkoja në shkollë me këmisha, me kollar, shkoja kështu si nxënësi mirë, po. Nga këto nxënësit që të fletoja, bëje vizën e kuqe ke data. I bëja dhe i vizë më të hollë poshtë. Dy viza, jo të gjishtë, për estetik. Unë mbaj mend që në atë kohë kam takuar 2 njerëz shumë të njohur. Dhe gjithmonë dhe sot kur shkoj në Amerikë, është një lojë që quhet Two Truths and a Lie, 2 të vërteta një gënjeshtër, dhe ti do thuash një të vërtetë e 2 gënjeshtra varet si. Dhe po 2 persona që mbaj mend që kam takuar një person kur kam qenë 6 vjeç, edhe wow, e tham, okay. Një person që kur kam qenë 6 vjeç dhe një person kur kam qenë 13 vjeç. Personi që kam qenë 6 vjeç ka qenë një ish kryeminist, më duket Adil Çerçani. Sa i vjetër. Ja, këtë nuk e njoh. Një tupë me lule, etj. Kurse personi tjetër që gjithmonë jam kaq e lumtur që e kam takuar moshën 13 vjeç ka qenë Nën Tereza. Nën Tereza që mbaj mend një grua shumë e brisht në pamjen e saj të jashtme, domethënë e holl, e dobët, po shumë e fortë në shpirt, edhe në vizionin që ajo kishte, edhe unë seriozisht jam tepër lumtur që kam pasur fatin të takoj. Sa gjërat bukura mbaj mend që Lule i kam dhënë Sali Berishës. Ka dhënë Lule Sali Berishës, O zotë ma. Mbani mend ato gazeta që linin takime, numrat. Po, takohemi te parkurinia, ç'a do kesh në dorë? 1 kile tranguj dhe 1 lule në dorë. Kjo ishte si ta kuptoje, po ç'a ke veshur, po nuk e di ç'a tjetë larg atë ditë. Bona, tani ke luksin ti bësh ti një pyetje Ndriku. Te kemi zënë shumë ngushtë sot. Wow. Kështu me shpatulla mbas peme. Mbas peme. Nuk ka rëndësi çfarë. Nuk ka rëndësi. Rëndësi ka ta zësh ngushtë. Ta zë ngushtë. Po. Po unë në përgjithësi nuk dua që njerëzit të ndjejnë ngushtë, biles dua ti kështu ti bëj të ndjejnë relax. Në këtë moment duhet ta zësh ngushtë. Unë kam shumë dëshirë të di se si e njohur me bashorten tënde. Në varrim. O zotë. Në varrim. Jemi njohur në varrim. Realisht jemi njohur na fal. Edhe për çeshë. Jemi njohur në një varrim me Klean dhe një person i cili ndiqte gjithmonë live-et tona në moshë goxha të madhe. Kishte për vajzë, domethënë nga bashortja, shoqen e ngushtë të Kleas. Dhe ai ndroi jetë pas një sëmundje shumë të gjatë dhe ishim në varrim, binte shumë shi, mbaj mend domethënë që Klea një nga shiu i madh, nuk e di se ç'është ndodhi aty, domethënë erdhi shoqja që ishte e bija e këtij zotërisë, erdhi, tha do na çon të vinte ne me ty në makinë, domethënë se po bite dhe shi, po i thash patjetër hypni, do iknim për tek dreka dhe mbaj mend që ishin ulur pas që të dyja dhe po ecën në makinë, nuk po flisja fare, faktikisht nga që personi që ndroi jetë ishte pjesëtar i ambasadës gjermane, ishte goxhan pozit. Normalisht u vesha për event, domethënë me pardesy, me kostum të zi, dhe normalisht
se prisja që të gjithë ishin ashtu dhe mbaj mend domethënë që isha duke ecur drejt vendit ku ishte, Vakia, që do bëhej dreka, po kishte trafik të tmerrshëm dhe për drejt kishin ndryshuar një rrugë e cila ishte një kalimshe, e kishin bërë kundra vajtje dhe unë tani e humba rrugën, miku truri, fillova duke ardhur vërdall, nuk dija ku të futesha dhe kisha anktin edhe te rruga se do i kanë punë, pastaj unë nuk dua të jem kurrë me vonesë nëpër takime ose çfarë do lloj gjë. Më kapi stresi i vonesës dhe isha shumë i acaruar gjithkohës, domethënë zot, kështu edhe mbaj mend që më thotë Klean, fal, bëj pyetje, po, i them unë urdhro. Edhe nuk e kisha mendjen fare çfarë po më thoshte. Edhe vazhdoja shikoja rrugën nga të futem, nga mos futem. Shiu vu. Edhe më thotë, të bëj pyetje, më thotë po, i them unë, edhe ti diplomatje. Si që isha kështu e shofëm pas qiro goca, a ka mundësi, thash tu shosh, jam kokra barbonit, nuk jam as diplomat, as i gjo, po mlera atë. Kjo ka qenë i pak t'i parë. Hajde një gëzuar për dashurinë e Endrikut. I love it. Kjo ka qenë takim. Endrik, tani ti je shumë i mirë në prezantim, ne kemi qenë edhe bashkë në spektakle të tjera, bonën tash ti duhet. Jo ta s'është kusht bonën, po bona nëse ti nuk përgjigjesh do marrësh dënim. Jo, do përgjigjem, do përgjigjem. Hajde. Duhet për ta zënë ngusht bonën me njohuritë që ka të gjëra, domethënë shumë e vështirë, do të drejtë. Po flasim me një psikologe, kupton? Po do doja domethënë të bëja një pyetje si psikologi që është, nëse do shkonte vetë një psikolog, për çfarë do kishte nevojë? Oh, sa e lumtur. Jam shumë e lumtur që në fakt bëre këtë pyetje. Unë kam qenë. Unë gjithë jeta ime, unë do doja shumë, se në ratë parë, unë kam kuptuar që në ratë parë, unë jam një njeri. Edhe ne të gjithë jemi njerëz që kemi nevojë për njëri tjetrin. Kemi nevojë për mbështetje. Normalisht, kur jam në punën time, unë dua që të jem sa më produktive për të ndihmuar të tjerët, por ndërkohë që unë të kem atë energjinë edhe atë themelin e një personi që i ka kaluar vetë se si është ringritur nga shumë situata të vështira, unë do doja të isha ai person për të tjerët. Kështu që edhe unë kur kam sfida, e praktikoj shumë faktin e të pasurit një mentore ose një psikologe në jetën time, patjetër. Tani pyetja ishte çfarë teme, çfarë ajo çfarë do them është unë do doja shumë që të connect, domethënë të lidhem edhe me audiencën. Ne të gjithë kalojmë pyetje të tilla po sikur kjo gjë nuk bëhet, po sikur unë nuk di ta bëj, pra që kanë të bëjnë me frikën. Edhe normalisht kur kam situata të tilla kur unë ndjem pak me ankth, unë do e gjej personin që të flas, po personin e duhur ama, se ka njerëz që thotë ama mos mendo kështu. Jo, duhet një person që të dëgjojë në mënyrë aktive, e të ketë shumë empati për ty, edhe empatia shkon shumë mirë me dëmshurinë, edhe në momentin kur një person dihet i dëgjuar, që të ndjej empatinë e dikujt tjetër dhe dëmshurinë, është gati për të ndryshuar diçka në jetën e vet. Pra, kush është personi që ty të dëgjon gjithmonë, Endrik, kur ti je i mërzitur? Telefonata parë që ti bën. Me Klean gjithmonë. Edhe unë me Joshuan. O zoti ma shoqyre do. Vaj burim ka një të mirë, po edhe e keq. Zemra, ti ja del gjithmonë thotë edhe. Po, faktikisht se nuk dua as ta përmend shumë, po unë e njoh dhe personalisht Lavin dhe e di shumë mirë që sa herë ti ke patur nevojë ose ai ka një magji që e ndjen. E ndjen domethënë që ti ke nevojë për të dhe unë e di shumë mirë se edhe kur kam folur e di ato që kishte nevojë, është i gjendur domethënë që. Unë Endrik kam qenë në shumë nga aktivitetet që ka bërë Silva, edhe unë në fakt jam mrekulluar shumë, jo vetëm nga potenciali që ke Silvana, por nga mënyra se si të mbështet bashorti jot. Domethënë thjesht prania e tij aty në çdo event tëndin është gjëja më e bukur dhe më durata më jetë ndryshuese që dikush mund të të bëjë. Se duket sikur jemi duke bërë qok, po unë besoj që dhe Silvana dhe Lavi janë të dy persona të cilët përveç se bëjnë shumë për njëri tjetrin, edhe unë për shembull dhe unë kemi qenë të së bashku në evente gjithmonë. Çfarë do lloj gjëje që kam patur nevojë, për shembull kur hyp në skenë, pjesa më e vështirë është muri me publikun që ti nuk mund të ndihesh. Ke një fytyrë, se e dim shumë, ke një fytyrë nuk të pëlqen dhe ti
direkt, domethënë mund ndihesh në ankth. Silvana është e parë që thotë mos e çaj kokën fare. Boj ç'a dush ti në rregull. Lapi nga ana tjetër ç'a ke, mos kemi ç'a. E kupton dhe je domethënë fiks për evente. Unë uroj që ti së shpejti të bësh një festival kombëtar në gjë të tillë se me lapin brava do jetë shumë e thjeshtë. Faleminderit shumë. Ju falenderoj shumë që ishit sot pjesë e imja, sigurisht që gjithë do thonë Endriku bona gjithmonë, për unë pa juve, asnjëherë, asnjë spektakël, asnjë emision timi nuk do ta bëj pa qenë ju të pranishëm. Faleminderit. Faleminderit. Edhe ne po harrove do jemi aty.